këta. Domethënë që thonë ka disa gjëra, mund të intimidoj dëshmitarin financiare, domethënë punt është thonë 10 herë kom dëgjuar Arben Ahmeta ja thotë. Po me këtë ka kryer kompania shqiptare. Gjoka i ka kryer. Cila punë? Ke gjithë fotot me aty Gjoka i Gjoka. Një sekond. Me këtë logjik Arben Ahmeta i duhet arrestu se hiqte pllakat e banjos, e prishte provat. Arben Ahmeta duhet të vinë në Tiranë. Duhet të vinë në Tiranë dhe i lirë. Po, le të Tiranë. Më dëgjon se e ke pasur. Duhet të vinë. Nuk do e linin ta. Nuk do e linin ta denonconte tunelin. Pikërisht pra. Sot, ja ma dëgjoni një sekond. Shpëtuar zgjedhës Pakut na ka ndriçuar për krimet që po bëhen. Gjithë ata që janë burg, dëgjon, ato ja kemi besuar Arben Ahmetaj, sikur ti kishte thonë kur ka qenë këtu. Një sekond. Se nga arratia më i thonë. Jo. Po dalin e vërteta. Po është e vërteta. A do të thotë? Mirë. E vërteta. Një sekond, se po flisja. Edhe nga barri të fliste, po të thoshte të vërtetën do ta duart turqisje. Një vit proces që i thoshin, qa bëri kjo intervista jote me Arben Ahmetajn? Nxori gjëra që dinin gjithë. Ja pra që pas kanë nxjerrë gjëra intervista, se u detyruan në presion, veproi Spaku i dinte këtore. Një sekond, ata mbaroi vetëm me një fjalë se Shtelbi gjë. Ajo bëj konkrete. Shtelbi. Ta bëj konkrete. Ata bëj pa konkrete pse kjo në ekran pak dokumentin e mungesa në këtë rast e masës, pse është gabim dhe pse do duhet kishte masë për Brinda Ballu. Çfarë është ky dokument? Ky është dokumenti që u bë publik ditën e premte, është pikërisht leja e ndërtimit, leja e dhënë me kusht në këtë rast për ndërtimin e tunelit të Llogaras dhe pikërisht se kishin rënë në indicie që kjo çështje po hetoi seriozisht në Ministrinë e Infrastrukturës. Në muajin mars-prill të këtij viti, para fushatës, kanë filluar të bëjnë procedurat, të bëjnë letrat gati, që ta dish, Lorenz, se çfarë ka ndodhur dhe si ka dalë ky dokument. Dhe po të shohësh faqen e dytë të dokumentit, në faqen e dytë, leja është e zbardhur në datë 28 maj të këtij viti 2025 për një leje që është dhënë me kusht në 2022-shin. Dhe çfarë do të thotë kjo? Që këta, duke qenë në detyrë, kanë mundësinë që të ndërhyjnë te këto procedura, të rregullojnë letrat dhe të deformojnë gjithë çështjen e hetimit. Nëse ne kemi protestuar 44 javë para Bashkisë Tiranë. Shpar pothoje që për Ballukun është vepruar mirë dhe standardi është okay, që është lejuar të shkojnë zyrë. Pra nuk ka mas sigurie. Jo, nuk thash këtë. Jo, s'mendoj. Këtë the pak më parë. Jo, tamam. Jo, tamam kështu. Jo, me Ballukun në standardin më korrekt. Tani jetë ta them më thjesht se ndoshta jam më i qartë. Po ta kuptoj. Nëse është në detyrë. Po? Ekziston rreziku edhe të ndikoj ke provat, edhe të intimidoj dëshmitar e me radhë. Unë besoj se akti moral dhe politik që duhet bërë, qoftë nga Rama, qoftë nga jo vetë. Ne ishim ke roli Spaku deri tani. Ne ishim ke roli Spaku. Ajo moralisht nuk ka moral të japi dorëheqje. Ky organ akuze a mundet të marrë masa që mos ndodhi ajo që ndodhi ke inceneratori një sekond. Unë kam qenë pjesë e komisionit hetimor. E di çfarë kam problemin? Kam problem që ajo që thuhet një të hënën tjetër mos bëhet e vjetër. Mirë, dakord. Ta mbarojmë këtë çështjen, thirrim kësaj teme një sekond. Ke rastin inceneratorit të Tiranës, Lorenz, ka patur një komision hetimor në vitin 2022 për këtë aferë parlamentare. Po ta them, unë kam qenë antar i atij komisioni. Mbi gjysma e institucioneve që kemi depozituar kërkesa me shkrim dhe kemi kërkuar dokumenta, nuk përgjigjeshin. Bashkia e Tiranës arriti sa humbi dhe kontratën e inceneratorit. U humbën të gjithë pagesat. U zhdukën dokumenta për shkak se kreu i Bashkisë Tiranë ishte në detyrë, ishte në zyrë dhe kishte mundësinë të ndikonte ke punonjësit, ke arkiva, ke protokolli, ke institucione, ke dëshmitarët, ke gjithë. Nëse u bë 44 javë protest para Bashkisë Tiranë, një ndër kërkesat kryesore të asaj proteste ka qenë largimi nga zyra e kryetarit bashkisë për t'i pamundsuar shkatrimin e provave dhe ndikimin në prova, se çdo ditë që shkonte në zyrë mundet të ndërhynte në prova. Tani, në këtë rast nuk është ndjekur ky standard nga Spaku dhe është lejuar zonja në fjalë që të vijojë të shkojë në zyrë çdo ditë. Dhe ajo edhe tani që ne flasim, mundet të jetë në zyrë duke fshirë dokumenta, duke ndrequr protokollin, duke ndërhyrë në protokoll. Dhe këtë po themi do duhet bënte Spaku në këtë rast. Pra e vetë sepse është Berat. Se
u mundova domethënë, po jam tepër i dopt në vizatime, po domethënë ka pika ku puçen qeveria Spoku edhe ambasada amerikane, se ne nuk do të më harrojmë një gjë. Për çështje. Domethënë, ç'i kjo lojë, le ta quajmë lojë, e cila nuk është lojë sepse janë fatet e njerëzve. Pika që puçen qeveria Spoku dhe ambasada amerikane. Ambasada amerikane, këto gjëra nuk bën pa ambasadën amerikane. Siç ishte rasti i arrestimit të punë.